Në ambientet e Universitetit Fans Tilianoli në Korçë u zhvillua një veprimtari letrare me të ftuar akademikun dhe profesor doktor Zydi Dervishin, i cili bashkëbisedoi me studentët mbi rolin e poezisë në shoqërinë bashkëkohore. Gjatë takimit, profesor doktor Dervishi ndau me studentët mendime mbi ndikimin e letërsisë dhe poezisë në formimin qytetare kulturor të shoqërisë, duke vënë theksin tek nevoja për ruajtjen e vlerave shpirtërore dhe identitetin kulturor në kohët moderne. Të bëjmë një bisedë me studentët për problemet të letërsisë, por posaçërisht për poezinë. Të përpiqem të komunikojmë se çfarë vlera ka, çfarë roli ka sot poezia dhe për një farë gjallërimi të interesimit në shkallën botërore për poezinë. Si një art i cili ka histori shumë të lashtë, është forma e parë e artit të fjalës dhe njëkohësisht nga poezitë kemi shumë mesazhe edhe në shkenca dhe nga ana tjetër është një art që sot kushtet kur njerëzit kanë më pak kohë për të lexuar letërsi shumë të gjerë, analitike, i përcjell më shpejt mendimet, mesazhet, ndërkohë që njerëzit edhe janë udhëtim. Akademiku solli gjithashtu disa prej votimeve të tij më të fundit, ndërsa veprimtaria letrare mbajti titullin Në kryqin e udhkryqit, emër i marrë nga një prej librave të tij më të rinj.